Salam aleikum. Të thash gjëna me ngushtu luksin për me humë pesh. Aleikum salam rahmatullah. Nëse ke nevoj me ngushtu, ngushtaje. Por ne këshillojmë gjithë të cilën që t'jeti kujdesshëm, mos vjen puna deri aty që mos me mujt më u dobësu. E nëse veç ka ardhë, atëherë le ta ngushtoj luksin, por duke u konsultu paraprakisht. Ekstra me mjekët, në mënyrë të veçantë, edhe pse unë e di se njoh njerëz që kanë ngushtu, normal nuk ta ngushtojnë luksin pa i kqyrë këtë analizat. Po megjithatë, po them që të keni kujdes, shkoni në për klinika të besueshme, të suksesshme, të sigurta, e jo çdo kush ka njerëz të cilët s'marrin vesh kur gjë në lloj-lloj biznese, edhe vetëm se po ka punë të qelin biznese, pastaj 100.000 telashe. Por një këshill po ja jap vetes edhe juve, duhet ta ndjekim rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në ushqim, cili ka thonë nuk ka enë më të keqe që e mbush robi se sa luksin, se sa barkun e tij luksin. Nëse thot patjetër me mbush atëherë 1/3 për ushqim, 1/3 për ujë edhe 1/3 për frymëmarrje. Nëse do ta ndiqnim këtë rregull, nuk do të vente puna deri te trashja tepër që mos më mujt pastaj edhe me uli kështu. Gjithashtu na kemi një fjalë apo një rregull në Islam që ne musliman jemi popull që nuk ham ushqim pa urit, pa urit. Edhe masi të uritemi, kur të ham nuk ngopemi. Do të pas kujdes. Kjo pastaj na mban neve, sepse më i rrezikshme, pjesa më e rrezikshme në trup që mushet me është luksi. Prej aty është burimi i kreta problemeve. Këta mundin me lezu më mirë se unë në mjeksi. Mjeksi. Por megjithatë, ne si musliman do të kemi vetë disiplinë. Vetë disiplinë. Kemi agjerimin, kemi ushqimet me pas halal, sa ma bio, mos më ra provokimi ushqimeve që janë bë biznes, lloj-lloj ushqimi. Përmbajuni. Sot fëmijët tanë han tosta, han ushqime të konzervuara, edhe nuk kanë gjella. E shtron gjellën në sofër ose në trez apo në tavolinë, quaj si dush. Ai qohet edhe merr ketchup, merr pashtet, po e di çka. Kjo pastaj edhe po i vjen ato smundit që janë bë bota, i ka bë biznes, kancer e shumë probleme tjera. Prandaj i bim vetes mas si musliman, mos t'i ham orët e mashtruesve, atyre që ja dojnë të keqe njerëzimit që i han fëmija smoki. Allah na rujt.